sot do flasim për sekretet e vipave, sekretet e errta. Po. Ka qenë dhe i martuar, ka pasur dhe fëmijë. Kur performon kjo më shikon mua. Të njohu. Ndërkohë më çon një kamarier që dinte të më merrte. Jo. Kur ti shkon me mendje që do më ofronte të pija drogë me të. Unë se dje që do vuaja vetë dhe më thoya me gjithë shpirt. Shqiptarët mbase nuk do ta besojnë. Tani ky është i lidhur ky? Ky është i martuar Faton. Një këngëtar shumë i famshëm i estradës shqiptare është gay. Gjatë ditës makina. Po, unë të vras, unë të bëj. My skincare. Ka bër seks me qeni. Mjekët e kishin thënë që kishin gjetur ushqim me qeni, më duhet. Filani ka SST. Shet gocat e emisionit. Ua, unë e di këtë. Astrologja është kthyer në prostitut me lekë. What the fuck? Ej, parë se nisim, kam harruar të them një gjë. Aro çfarë po thoni? Çava për ty Kostia. Po mirë ti seriozisht Po pse ja them o që kisha për këtë? Po për atë e kishe pse mos ja them. Po mirë unë këtu. Këtu mban gjë për Ja. Zotin. Po se mbajte ti në fakt i gjë sa ty ai ti erdhe ma the mu, me mu do e marrë me gjithë Shqipëria. I the atë që thash unë çfarë? Po ti e di që mua nuk më mban gjë barku, pse habitesh? Nuk do më çaje deri në mes të emisionit, sepse sot do flasim për sekretet e vipave, sekretet e errta. Po. Po do na e mbaj barku deri në momentin që të vi ajo pjesë e programit. Rëndësi ka që të na mbaj. Po. Sa më qartë. Para se të merremi me sekretet, merremi pak se me çka ka ndodhur vërdall. Big Brother i mbaroi, fitoi Gjesti, ne e komentuam në live. Fitoi Gjesti? Po. Dhe Laerti kishte qenë te Shqipëria live me një qasje goxha negative ndaj Gjestit. Ndaj Gjestit? Po. Ai tha e meritoi, tha pse ç'a tha negative. Po, e meritoi në mënyrë absolute fitoren thot, shkatroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar, un jam tjetër njeri thot. Di që ai është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar 2-3 këngë, nuk regjistroi asgjë, patëm për të shkruar një tekst, por nuk shkruajti asnjë varg thot. Unë jam dier i përdhosur dhe i përbaltur. Ka pasur kaq shumë ofendime sa mund të shkojmë në ndjekje penale. Ka thënë për disa përbanorëve. Ndjekje Ky e ka quar më fal, ky ka qetur dhe analfabet funksional. Dhe atë. Pse që ka kaq i frustruar Laerti me Gjestin, se një herë thot ishte fitore e merituar, pastaj thot analfabet funksional, pastaj thot do ndjek penalisht, duket si pas ka qartësuar mirë mendimet Laerti. Ka parë komentet e njerëzve që thoshin ky është pa shkollë, Laerti është me shkollë, sigurisht Big Brotheri konkurs inteligjencë. Po, konkurs IQ-je. Tjetë për atë Laerti se meritonte fare. As finalen fix, e meritonte kush e meritonte, po. Ti jemi çik realist, kështu që thjesht e ka fituar Laert, deal with it, shko bëj disa pushime në Elava, bëja 2-3 shpatje. Po këtu qëndron problemi se ai nuk ka lek për pushime, se kishte shkuar në shtëpi dhe kishte thënë mamaja, jo sa ka pa Laerti, nuk i kishte thënë më. Ishte në Laert, tani çfarë do bësh me jetën tënde? Dole, vajte 51 vjeç. Ç'a do bësh? Çfarë roli do bësh tani? Do martohet me Valbonën. Po se Valbona e kamur në lek, nëse këtë se dim po. Valbona. Tani ai e hoqi qafe brenda shtëpisë, do merret jashtë shtëpisë. Se nuk e nxorra pa arsye Valbonën, sepse Gjibani është përgjigjur kësaj deklarate të Laertit. Thuaj Valbona ke thënë Gjibani. Gjibani ka gjithmonë diçka për të thënë për këtë. Dhe kundërpërgjigja ishte me Valbonën. Nxjerr Valbonën në skenë dhe thot: "Të kam parë vetë si e ke shikuar, si e ke prekur, puthur me duar e buzë, me konsensus sigurisht. Po do të nisësh ndjekje ligjore, merrem me ato që të kanë sharë kërcënuar dhe jo me përqafimet. Mos harro dhe 3 shoqet që të kanë mbajtur me hatër. Babai im ishte oficer, por shkruante poezi e vazhdon të botojë edhe sot. Ti, për 4 muaj brenda shtëpisë, nuk shkruajte asnjë varg." Shiti tani, ky i thot Gjesti, Laerti thot Gjesti ti s'ke shkruar asnjë varg. Gjibani i thot Laerti s'ke shkruar asnjë varg. Po dhe Laerti nuk ka shkruar asnjë varg, të jemi realist. Çfarë ka shkruar Laerti brenda asaj shtëpie? Po mirë, më fal, njeriu vetë në Big Brother për të shkruar. Po mirë, pra po mos e përdor si argument kundër Gjestit që nuk regjistrove kur ti as ti vetë s'ke bërë ndonjë gjë.
Aty brenda. Vargjesh, Gjibani ndërkohë s'ka bërë vetë asnjë varg, por thot babai im bën. Me Me rëndësi ka të fakti bëj që e ka babai. oficer babain dhe Gjibani shkon të gjithë në fytyrë gati për t'i rrahur. Dukshëm. E di si është si këta kalamajnë që babi im punon policë, babi im është i fort. Unë mendoj që Laerti se kur dolin në finale tha që unë kam hyrë ndryshe dhe kam dalë akoma më mirë. Por doli pa komentet e njerëzve, pa që relativisht nuk ka bërë ndonjë gjë të madhe, ka parë ofendimet, komentet negative dhe bëri atë deklarat. Madje këto duan dhe të fitojnë diçka nga Big Brotheri. Edhe mamaja kishte thënë akoma me të shtëpi do jemi. Në emision Në do një shtëpi, në fitoj. një emision, si Ariola Demiri. Shpinë se marrin kur, po nejse. Ka diçka, të gjithë ta të cilët e dini që nuk e meritonin të shkonin deri atje, lojën e tyre bën jashtë. Me këto komente, shikojnë komente, bën intervista, që normalisht loja këtu është jashtë, se brenda s'qullosin gjë, të merrin çik jashtë, e kupton? Gjithsesi, se ju morët... Pse është kjo gjëja, do me thënë që çdo banor do të fitoj diçka nga Big Brother, qoftë shtëpi, qoftë emision, Sepse po është hyn aty momenti- si... Po për çfarë futesh Ta aty them kot unë, jo për ta them sport? unë, është mund të jetë nga momentet e pakta që disa prej këtyre kanë marrë më shumë vëmendje në jetë. Pa mjafton vëmendje se vëmendje mori dhe Rozalati, po Shiko, shpushim këtë sezon. vëmendja Prandaj po përkthehet them. dhe në para nëse ti je i Pra, afta menaxhosh pasi E del ke nga vënë re, Bigu. doli Riki, bëri këngë. Doli Redoni, bëri këngë. As pak të suksesshme, po kjo s'ka Doli rëndësi. Gjibani, direkt, bëri këngë. Pra, këta do ta shtrydhin Big Jo, Brother. kjo është okay, unë e kam këtu kosen që kërkojnë të fitojnë gjëra nga Big Brother, se famën Bigu ta jep, po duan shtëpi, duan punja Laerti tani, thot mamaja, ça do bësh Laert? S'ke shtëpi, Mirë. s'ke Po katandi. sepse E ndoshta ka dini, bëjçmëri që... e dini çfarë fitoi një ish banore? Ndarje nga partneri. Pas pak do kemi një telefonat nga një fanse e cila do t'rregojë historinë se si mori një SST nga një VIP shqiptar. Ndërkohë na bëni subscribe dhe na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale Andale AL. Apo E jo, ke për pra- pjatë. atë, E ka ke për Francesca Murata. E kam për Francesca, në shes dalin gjithë Siç ka fituar. valëzuar një lajm që thot tekstualisht. Francesca Murati, krizë në partnerin, po kaloi një periudhë të vështirë, nuk është diçka që unë e kam diskutuar haptazi. E din vetëm njerëzit e mi të afër dhe ata që dua. Më kanë ndentur afër dhe më kanë dhënë shumë dashuri, jam shumë e ngarkuar. Do zot, thu e pak me fiksin anglez. Jam shumë e ngarkuar. Po më ngjam çakalloj, përballoj, jeta Ky që është tekst tregoj amerikan. everything Është që tekst po ndodh në jetën amerikan, time. Kosti, go on the Çka ka E unë Kosti. shu e kam Po anglisht. çka ka ndodhur se Francesca mos e kam thënë mora. unë. Se fundja nuk po vishet më aq bukur sa dikur. Mos ndoshta është prerë fondi nga lart. Unë nuk mendoj se është. Tani se ne jemi kjo. dhe kështu me muhabet e fondesh në përkëmb. Jemi dhe afër zgjedhjeve. Dëgjoj, po unë mendoj që duke qenë se Francesca ka një marrëdhënie shumë ngushtë me Princ Lekën, me partneren e Princ Lekës, mbase ka filluar të gjuajë ndonjë mbret, ndonjë princ, ndonjë diçka, Po, sepse ja, standardi menon, rritet. ja. ë? Ja. Shiko, Nani. ajo po kërkonte një apartament me qira në Tiranë dhe kishte thënë që dua ta arredoj sipas shefit tim. Dhe kjo ka nxitur shikuesit të thonë që ndoshta ajo ka krizë me Po partnerin. pse, po që kur është bërë që po të kërkosh apartament me qera, do të thotë që ke Po ja ti ta kërkosh me të dashurën tënde, Po ku e edhe do dim thuash ne? në internet To dua janë- ta arredoj sipas Ore, shefit tim. Po, sipas shefit jo, tim, se i ka thënë ajo vlla na me zemra ime, merre një apartament mu mes bllokut. Boje si dush ti. Smer vesh nga redimi, Smer ka vesh lënë ajo, asta. vlla. Gjithsesi Pra, unë shikesh mendoj që kuptim, thonë. unë mendoj Jo që me të janë Francesca, tituj. you go on honey, you go on. There You is do nothing your that thing, you Unë you do mendoj your që po, thing. këto janë tituj clickbait Po, edhe pra, asgjë më shumë. Janë thjesht për të nxitur Një titull tjetër që lajme. duhet të diskutojmë që nuk është clickbait, po është Ka e ndodhur vërtet realitet. në Ferma VIP. Alba, e cila është bërë personazhi më i përfolur në këtë edicion, Andrew ka Tate kryer shqiptar. disa flirtime dhe thuhet që është në një lidhje, pra dhe ata të dy janë E kam me pranuar Limin. vet. Me Limin, Po. po. Me Limin? Po, Po. dhe debati i fundit nuk ka ardhur për shkak të Limit, po ka ardhur për shkak të kujt thoni jo. Për shkak Është të një- hundëve që fusin shqiptarët dhe hundës më të madhe në atë shtëpi, Big Mama. Fiks e ke gjetë, Po si bravo. pëlqen as, ore unë e dija që në fillim, madje ju a kam Ore, thënë po që ç'pun ka Big Mama se qa bën poshtë organit të Limi me Albën Mirë që tani. nuk ka punë Po çfarë bën ndoshta ka zhurmë, ma qa, tani ti je në një reality show, Big Mama do të flej Ajo s'u ankun asnjë një moment për një zhurmën. Big Mama do të flej o vlla se është
Sa është? Harxhon shumë. Dhe tani të dëgjoj Alba Pollozhanin dhe Lim Hotin duke bë seks aty? Po, dhe ti thot je degeneruar, je Nuk e ka të ulët. zhurmë, pra ajo e ka të fakti si që tha, Alba si femër e pas saj është e ndyrë. pamoralshme. Po nuk është normale tani. Mos bëni seks kur keni Big Mamën rrotull, kaq po ju them. Po shiko se ajo i futi Ganiun në shtrat, pra ishte Kare? Nuri. Dhe ishte një plan i ndyrë. Nuri, ky. Casey dhe Big Mama kishte një plan. Tani Nuri është xheloze për Albën se ndoshta donte të ishte në vendin e saj, te Limi. Casey e shef Limin si vlla, Big Mama është ajo nëna shqiptare që thotë, vetëm po ta dash unë leje ndo bësh." Dhe i futën Ganiun në krevat, ku kjo ishte Po. si në O gjumë. zemra ky si Dhe ato Alba seriale nuk donte turke. dhe nuk ishte dakord dhe kishte shumë të drejtë kur thoshte në hapësirën time personale pa lejen time nuk Jo, futet jam dot dakord, askush. Po ky ishte një plan i thurur nga Big Mama, ajo nëna shqiptare që gjasme i do të mirën figurës së Albës dhe shkoi futi tjetrin në krevat. Edhe për pak deshpati Titu. konflikt fizik, po e ndaluan ata. O zemra kjo bëhet super film. A mund ta Nëna. parashikojmë? Këtë ti parashikojmë. Të Po parashikojmë? pritet të marrë një titullin. Nëna i fut të dashurin të bijes në krevat. Dashnori. Prandaj ka mbetur pa martuar Big Mama se rri Fut merret me njerëz- punë të tjera, Ah, merret me punë të Po, Big veta. Mama i fut të tjerëve robët në Po, shtrat. vetes vetja fut. Jo, shumë keq fakti që Big Mama ka pasur disa eksperienca në reality show të kaluar. Dhe i ka pasur të gjitha të këqija. Qia, dhe me mendoj Antonello që- në Big Me Brother të dhunë, kujtohet, me i ka dhunë. inat vajzat në një farë mënyre, po Luana dhe opinionistët thanë ti nuk je kështu Big. Ja. Shiko, unë mendoj që Vjen jo. të vërtetë. E bën për This point, klikime. Jo, ashtu mendoj që Big Mama ashtu është. Ashtu është dhe unë, Ashtu ashtu është, është. come Nuk e on. Unë bën për mendoj klikime. që e ka. luan atë Ajo e rol vjet. mirë. Po nuk ruan. Nuk luan se mishë se gatrova. Nuk luan në zemra si lloj roli sepse është shumë e rrezikshme të bësh atë rol. Shiko, unë nuk jam dakord me këto skenat e egzageruara se dhe Alba s'kishte pse ta bënte atë me Jorgani që të nxiste reagimet dhe O, e pastaj bën kur që i t'kemi nxit, atë, ajo vëmendje do. priti dhe Alba reagimet, është djegur. por dhe Alba reagimet është ishin shumë të djegur për tepruara. vëmendje, zemra. I pa keni Alba vënë re është që dhe e djegur për bullizojnë dhe Erandi dhe banorët e tjerë Po, e kanë pa, vënë si në një ata- cep dhe i thon ti je pa edukati kështu ndoshta ajo me sa kanë parë unë me mirësi i fletë shkreta dhe O, duron fatos. shumë. Ata O, besoj fatos. njojnë nga O, më Kostian. me jashtë. Me zor pres lexoj thashë themet. O ku i rre kësaj ku na rre ne. Në fakt dhe mua aty më rre. Aty ju rre. Hajde Aty nisi më rre dhe lexo. mua, a mund faleminderit Fatos, je Je, një ke ti gjithë vëmendje. Tani Ç'është ky popull që merret me llaf? Tani mor, njerëz, çfarë keni qenë? ne bëm një Ask Me a Question anonim Anonim, sigurisht, pra askush, ne nuk i dim kush i ka shkruar këto. Dhe ju na keni Gjasme. shkruar sekretet tuaja për vipat shqiptar. Ha, lexoj Apo një. jo, dhe i pari është që një vajzë e estradës shqiptare pa përmendur emra e kanë kallëzuar në polici se bënte shumë zhurma natën dhe e Qa, mo? përzun nga shtëpia komshinjt për shkak të këtyre Qa zhurme, zhurmave. Po çfarë zhurmë mund të bëj një vajzë e re natën? Tani, Ka tjerë Tani- papuçe zemra, ka marrë shtiza. Bravo. Faleminderit. Duar troket natën. tani zhurmat me sa duket pas kanë qenë goxha potente sa e pas kanë denoncuar. E pas kanë denoncuar disa herë në polici dhe ajo prap pas ka vazhduar derisa e pas kërkan për zë. E pas ka- me qëra fjala unë e di këtë historinë dhe është e vërtetë. E pas ka pasur maraton vajza. E frikshme. Kështu që kjo histori është e konfirmuar. Kalojmë te thashë themi tjetër, sekreti. Thuhet viz, emër mbi emër, por ne nuk do e shfaqim, astrologja është kthyer në prostitut me lekë. Imagjino një astrologe, s'po më ecën me leximin e letrave. A mund të më lexoni diçka tjetër? Me jepi çikta. Ua, shofi të madh për vete, mbaj. Ti montra, ti ske, kam Kurioze jam të di shtetin e ka lexuar ku ishin fitimet më të mëdha? Për E, shembull ha! Dubai, në Greqinë, Itali apo brenda territorit Prisa shqiptar. kam unë një më të fort për jemi këta. Sa? Filania ka bërë seks me qeni dhe sot tek kësaj dita nuk bën dot fëmijë. Jo. Ska se më shanse. sërdi Jo më jo, se kjo duhet jetë egzageruar. Filania kush? Filania. Filania. Është artiste, këngëtare. Jo, fermere. Punon në bujk, në bujqësi. Po ta bënte një fermere, hajde te, po një Jo, këngëtare. Qenka fermere- këngëtare. Po si Filania më thanë që shpjegohet? nuk e dia kishte mikrofon kur e bëri me qenin apo jo,
Po filani ka bërë seks me qenë, me se. Shiko, unë e kam dëgjuar. Ama se ju jeni këtë. edhe çik të degeneruar vetëm. Se ç'a thon për këtë Jo, e Fatos kam që ke dëgjuar dëgjuar? vërtet që kjo kishte shkuar në spital me urgjencë, kishte bërë analiza dhe doktorët, mjekët e kishin thënë që kishin gjetur ushqime qeni, më duket, nuk e di. Dhe kjo mikrob, dhe kjo kishte thënë Mikrob që vjen. No, my Stevie could never. Edhe unë e kam ditur po të se besoj. Jo, shiko, shumë e tmerrshme, domethënë mikrobi i qenit të gjendet në trupin e një femre. Nëse mos ta shpifim më shumë se ja shpifim shikuesve, vazhdojmë. Ja Marceli. Fasha themi tjetër. Një këngëtar shumë i famshëm i estradës shqiptare është gay dhe kjo faktohet me një video që ka dalë me reperin më të madh dhe të njohur të Shqipërisë. Më të madh apo që Më të madh dhe më të njohur të Shqipërisë. Më të Ekziston madh kjo më të njohur video? të Shqipërisë. dëgjoni, unë do ju japi mailin tim për çdo kushdo gjë e Për çdo postoj këtë video video, na ekziston. duhen klikime, kështu që mund ta publikojmë në atë video, na lejo? Absolutisht që po, është besoj që Shiko, është video shumë po, Madje informativ. mund t'ju japim dhe ju lek, nëse e keni atë video. Dëgjoni pak se un kam dëgjuar realisht dhe edhe në një Ask Me Question që kemi bërë më përpara, ka shumë këngëtar të njohur shqiptar që hiqen sikur janë në marrëdhënie me femra dhe realisht ekziston ky thashë themi shumë i madh për figurën e tyre që ata shumë. në fakt janë Jo, gay. realisht po, ka shumë sepse ata i ruajn figurës, i ruajn mentalitetit dhe normalisht mendojnë për karrierën e tyre. Si do ishte ti nëse një X reper të del ty e thotë shiko se unë jam gay? Nuk do e bënin, unë nuk besoj që do Mendon që jemi është vetëm- afër asaj kohës që do dali një celebrity, një i famshëm në Shqipëri që do Jo do celebrity, dali jo celebrity, si sepse homoseksual. celebrity që kanë dalë hapur që janë gay ka, po them reper. Pra, celebrity ditë- futet kushdo, unë këtu e kam një reper, një moderator, një Jo, e di njerëz pse i ka suksesshëm. Kosiani se Ndryshe, po them reperi reperi, bravo. duket si shumë burrëror Pra, në aspektin reperi, e sepse shumë, fushës. gjatë ditës makina, Po, gjatë unë të natës, vras, unë të welcome bëj. to my skincare, this is my beauty face. Shiko, nuk mund të gjykojmë se në Shqipëri Jo, ka nuk shumë do t'i mentalitet gjykoj, po prapambetur është gjëna që njerëz që janë të medias dhe realisht kanë shumë dikim, shihen pas një figure tjetër. Thua që po të dilin hapur, Po, ndoshta do patjetër. ndërgjegjësoni dhe masën. Nëse Patjetër. po kam një thashë them tjetër se si ju që merrni me llafë zoti. Filani, se unë e kam me Filani E ke me filanin dhe me Filan, fistekun ti sot. Ka një emision me shumë veta Edhe? dhe shet gocat e emisionit. Ua, unë e di këtë. Shet Unë e di goca këtë. si shet. Po, jo, nuk ish literalisht i Hajde çon goca për të reja, sponsor. 2000 le goca. I çon në I çonë takimet e për takime për sponsorave. sponsora. Pra, një prezantues shumë i famshëm shqiptar për të marrë sponsora në emisionin e vet. Çon gocat. Çon gocat. Shërbimet i zgjedhin vet gocat pastaj. Po shumë Çfarë kjo shërbimi nëse do është e të vërtetë ofrojnë? është shumë për të ardhur keq, se ne kemi dëgjuar vërtet që në televizion ka kompromise të tilla, po që Unë të nuk kaloj deri mendoj, këtu në unë nuk shitje. mendoj që kjo gjë ndodh vetëm në Shqipëri sepse kam dëgjuar në Po normale se se kemi televizione shpik shumë ne, vaje ne se kemi gjithmonë shpik kopiojmë nga ne. jashtë. Si jemi as para Se ka as bërë fundit. italiani, filani. Po realisht do me thënë nëse do të mbash një figurë dhe figura jote të përlyhet me këto lajme, ata i qofshin. Shiko, një thashë them tjetër është Filani dhe unë Filani. thonë që Filani nga kokaina e tepërt nuk ka më ereksion dhe nuk bën dot më marrëdhënie dhe pi Viagra. Come on, ç'është kjo thashë Sa the? vjetë Shiko, kjo është shumë e shëmtuar, shumë e shpifur dhe unë mendoj që këtë mund ta thonë dhe hatersat ose njerëzit që sa duan të mirën thjesht shkruajnë këto thashë themet. Nuk e di. Një tjetër është Okej, po kjo nuk është se është familja e Gjestit nuk e duron dot Eglin dhe i ka kërkuar aty të largohet nga E pe atë videon more që si e takon familja Eglin. Vetëm babai i saj është i qeshur, të tjerët e shohin kështu Eglin. Po ndoshta ka qenë Mbase se po mi mendon që s'të kanë qef, s'ka një problem këtu. Po duhet që familja Eglit kanë mos ta kenë njohur. qef familjen Nuk e e ka Gjestit, njohur, se e ka bërë Gjesti për një lekë ka se bërë. sa i fitoi çuni 100.000 euro, dori do takoj njërin se që ka puthur aty seriozisht e ke ti. Ore, ishte mënyra si e kishte atakuar. 10 vjet pa. Ishte mënyra dhe madje tha, nuk më intereson çmimi, tha, Mbase është dua ta natyra falenderoj për saj. edukatën. Mbase është natyra e saj e Po tillë. me vërtet kur thot misi është natyrë saj. Tani, ky është thashë themi që realisht nuk e di, domethënë shqiptarët mbase nuk do ta besojnë, Kostian Gjerazi por nuk është i Filani dhe Fistekja, të cilët janë lumturisht të martuar dhe shihen si çifti
shembull për gjithë shqiptarët, janë në një marrëdhënie të hapur, në një martesë të hapur ku secili ka një të dashur. Atëherë që ta Kjo më sërëm duket dhe shumë për pak publikun, shumë e pabesueshme. ta sërëm pak dhe për publikun, çfarë do thotë termi martesë e hapur. Martesë e hapur është kur një çift kanë rënë në konsensus të dy që të kenë dhe lidhje të tjera ose eksperjenca të tjera me njerëz të tjerë. Dhe të jenë bashkë për hir të figurës, karrierës, familjes. Pra bëhet një kompromis, po unë nuk e kam dëgjuar vetëm për këtë çift. Ekziston, ky thash e them, për shumë çifte të estradës shqiptare dhe pse duhet ta sakrifikojnë veten e tyre, ndjenjat e tyre për një figurë që dhe po të ndahen nuk ka problem. Sepse kështu shkurzitohesh dhe bën këtë lloj Jo, nuk është nxitim, ndoshta ato kanë rënë në dashuri dhe me kalimin e viteve, fëmijët kanë bërë të tyren, jeta ka bërë të tyren, ndoshta kanë nuk ndjejnë më për njëri tjetrin dhe për hir të karrierës, ka të bëjë shumë karriera. Ka të bëj karriera, po ndonjëherë ndarja ndikon për mirë, ndonjëherë ndarja ndikon për keq. E Si në rastin e Xhensilës, shumë Xhensilës i ka ndikuar ndarja shumë mirë në karrierë. Për mirë, po Besit jo. Okej. Dhe me qëra fjalat e Xhensila, një thashë them që në ka ardhur që do e lexoj me emra sepse dihet është një thashë them që shumica po e flasin. Ledri Vula dhe Xhensila kanë pasur disa date bashk dhe flitet se janë shumë të afërt. Pra nuk thotë janë lidhur, po mund të jenë shumë të afërt. Tani kur thon të afërt sa të afërt. Për Ledrin nuk habitem që ekziston ky thashë them, sepse të gjithë thon për Ledrin që Ledri është qefli femrash dhe Sarën thon që e ka trastuar shumë herë gjatë martesës që ata kanë pasur. Kështu që nuk është se më bën çudi që mund të kem pasur date edhe bashkë. Ledri vdes për gocat e Po për estradës. Xhensilën mendon që Xhensila nuk do i hitte syt Ledrit? Nuk besoj, jo, edhe nuk kështu. Pse s'do ja hitte syt? Se shiko tani djalë simpatik është, s'ke çaj thua. Djalë me lek, si vet artistikisht, po dhe nga familja, ka. Nuk mendoj që do kishin ndonjëherë në Shiko, edhe te bashkëpunimi që ato bën tek postimi kishin bërë hashtag music only, pra vetëm muzikë. Po pra, e mos është kjo dëgjosh, mos është strategji për të promovuar dhe këngën. Promovuar këngën, poston një foto edhe nuk thua coming soon, po është një çik kështu domethënë. E ribër, është shumë e parë. Tani, ky thashë themi fundit do ta lexoj dhe unë me emra, dhe thot Klea Huta dhe Elgit Dota janë në një krizë sepse nuk i shoh më bashk kur dalin. E kam dëgjuar edhe unë këtë. Si kisha dëgjuar këtë? Mbase mund ta kenë kaluar ato si krizë, mbase vazhdojnë ende të jenë në krizë, por besoj që mund të kem pasur një krizë sepse për një kohë gjatë realisht nuk i kemi parë as në dalje publike. Shiko, unë jam edhe me këtë ndoshta, po e bëjnë dhe për marketing, se Elgi Doda bën shumë këngë të trishta, këngë dashurie, lëndime, dhe ndoshta çiftet ne kemi parë që nuk postojnë këngë, bëhen unfollow edhe për të rritur karrierën. Ndoshta vërtet kanë kaluar krizë, po ndoshta është kjo ana që e kanë bërë për marketing. Tani është bërë shumë e modës kjo që marketing çdo gjë dhe nuk e di se sa e vërtet mbase kam përshtypjen që këto krizat i mbulojnë me këtë të marketingut. Domethënë krizat janë vërteta dhe i thosin është për marketing, është për të shitur këngën. Po, kam edhe një të fundit. Një prezantues shumë i famshëm shqiptar dhe një modele shumë e njohur kanë qenë të lidhur për një farë kohe dhe takoheshin në Mykonos. Tani ky është i lidhur ky prezantues? Ky është i martuar fatos. Mos është ai prezantuesi që përflitet me shumë goca të reja gjatë gjithë kohës, për atë bëhet fjalë. Tani unë e kam emrin, po nuk ta di. Jo, më thuaj thjesht po se jo. Po. U finalizuar. Gjithsesi. Shiko, unë kam një të fundit fare që ky është më bomb. Filani ka SST. Ka shumë zëra, po. Ka sëmundje seksualisht që transmetohesh? Ka shumë zëra që qarkullojnë për të, por unë e kam të provuar vetë, thot kjo. Kam shkuar në spital dhe më kam bërë analizat, më kanë gjetur bakterje. Tani prit pak. Se tani nuk duam ta bëjmë shumë mjeksi, po SST ka disa, ka hepatit, ka HIV, jo që vetë me juridik, po kjo është gjithçka, kjo është një gjithë loge. Edhe un kam dëgjuar shumë edhe te Asku i kaluar, në erdhën për shumë personazhe të famshëm që kishin vuanin nga SIDA dhe për njerëz që janë realisht shumë korrekt me imazhin e tyre. Disa mund të duan, nuk i pëlqejnë masat më. Nuk i pëlqejnë, i dojnë të gjallë aty. Fatos, të lutem, thuaj njerëzve çfarë duhet të bëjnë në të tilla raste. Përdorni masa sepse mirë ju që jeni vet vipa, po merrin qafë dhe të tjerë, të kupton se të tjerët e kanë burrë, thonë e bëra me filanin në zhvip, ndërkohë që sidon. Përpara se unë të kaloj në një pjesë tjetër, doja të theksoj edhe një herë që këto janë thjesht disa thashë theme dhe informacione. Ne nuk e dim nëse këto janë të vërteta apo jo, thjesht në mënyrë
shumë konfidenciale, na kanë ardhur këto dhe nuk tentojmë absolutisht të prishim imazhin askujt asnjë lloj personazhi. Kemi as prova, janë thjesht Është prova, Është thjesht në kuadrin e një thashëthemi, po. Të cilët çarkullen lart e poshtë. Mirë, atëre, bazuar te historia që sapo tha Fatosi, një ndjeksja jon ka vendosur të na shkruante dhe ta ndante më shumë këtë histori. Ka shkruar me akauntin e saj, ne kemi biseduar pak dhe sot kemi vendosur ta marrim në telefon dhe ka pranuar të flasë. Të tregoj histori. Për të rrëfyer historinë me më shumë detaje se për kë bëhet fjalë, për këtë këngëtar me sëmundje. me sëmundje të rënda. Shohim se jam shumë kurioz, nuk e di domethënë si. Heshtje. Inshallah e hap, s'ka ndruar mendja. Alo, Përshëndetje, si e? Olivia, po si jeni më? Si e, Mirë se erdhe në emision njerë. Mirë se ju gjeta. Tani, më falë, qishin ato histori që po na tregoje më i motor, se në na lanë të shastisur, qa po ndodh? E për zotin, kur e pasha të postimin tuaj në Instagram, vendosa direkt ta ndaj me ju, se nuk e di, më duk shumë histori për ta diskutuar me ju. E pas kemi bërë fiks ne. Pas kemi bërë fiks. Pas kemi qelluar në shenjë. Po, i kemi rafik. Çfarë ndodhi? Si nisi e gjitha? Tani, unë gjithmonë e kam pas shumë fiksim. Jo, Që ka për të? Aha. Dhe më i di se po them, për zotin, se nuk e di këto reperat e Kosovës, se çka një gjë shumë interesante. E ka në zemër. Sidomos ai. Aha. Sidomos ai, po. Edhe tani me të drejtën, këtë ka qenë ëndra e shumë femrave, po unë këtë ëndrën e kam bërë të realitet. Bravo. E ke futur në CV. Po, nuk e di për bravo apo jo, po. Me sa duket s'pas ke dalë shumë e kënaqur. Jo dash me të drejtën. Qa ndodhi? Tani kur unë kam pas kontaktet me këtë, ky ka qenë edhe i martuar, ka pas edhe fëmijë. Dhe po. Edhe tradhti. Po, edhe e gjithë kjo nisi thjesht kur ky postoi një këngë në Instagram, në YouTube, e do me postova në Instagram story. Suportuese ti. Të këngën, po. Ndërkohë ky e shef këtë, i bën like story dhe aty filloi të më shkruaj, më çonte foto. Qa fotosh? Foto kështu, jo shumë normale, mund të themi. Të tipit? Të tipit provokuese. Se s'po themi të shumë gjëra tani. E kuptueshme, Pas ka ardhë vetë në shteg, do me thënë. Po, prap nuk ndodhi asgjë, thjesht foto, folëm pak, po kaq. Po, si ndodhi ngjarja kriminale? Vendi ngjarjes, kalo direkt në ngjarja. Po, pastaj ky kishte një koncert në Tiranë. Okej. Fillon të kemi koncert në Tiranë të shtunën, dhe unë bëj çmos që atë ditë të isha aty. Se nuk e di, edhe më ndjente zemra, edhe doja të isha. Se mos vetëm zemra. Dhe shumë bukur, shkojmë në tek klubi, unë isha me shoqet e mia. Po. Ndërkohë ky del performon dhe kur performon ky më shikon mua. Të njohu. Po, më njohu, ke prita fare me të drejtën që të nisem. Po, më bëri shumë qefi. Dhe pasi mbaroi performancën, ky më shkruan. Më thotë, po ti pse s'më the që do vije sot? Shishi. Te klubi. Duke kërkuar dhe llogari. Edhe pastaj më thotë për të takuar, ndërkohë më çon një kamarier që dinte të më merrte. Jo, i ka çu kamarieri në jetë. Që bëj me korrupsion. Po vetëm apo bashkë me shoqet? Tani, jo vetëm, isha vetëm unë. Më merr të kamarieri mua dhe më dërgonte dhoma që rrinin këto artistat kur vinin. E si ishte aty? Po shumë bukur, po të shitja unë aty. Vetëm burra. A më mirë se kjo pritej. Dhe vetëm unë gotë. Mirë që ishte vetëm burra dhe unë gotë. Po në tavolinë kishte vetëm alkool, drogë në tavolinë, po them pa pik problemin. Qa thua, Pa e pinte edhe ky vetë drogon? A e pinte ky drogon? Ua, i e pinte, ishim visat e kokainës aty, visat them. E të mërshme. Pive dhe ti atë natë? Tani. E takoj unë këtë shumë i sjellshëm, ky tepër i sjellshëm, mirë që më thotë që tulesha aty dhe më ofroj pije, po më thotë edhe ato drogë. Që unë pija drogë me ta. Okej, ndodh. Life happens. Për mua si dhe shumë normale me të drejtën. E kujt ishte mende që do më ofronte të pija drogë me ta. Okej, neve,
Nxenjëm pak aty neve, pastaj më thotë mua që të shkon në një vend më privat. Dhe normal që ku tjetër përveç në hotel, ku do të shkoj tjetër në orën 3 të Privatësia në kulmin e mëngjesit. saj. 3 të mëngjesit. Në fillim e refuzova, po pastaj tani edhe qef kisha se jo. E bëre çik të vështirë, në? Makinat pëlqeu makina që shkuat. E bëra një çik vështirë, me thënë drejtën. I them gotave që po largoheshin nga to dhe okay, shkuan tek dhoma neve, po çfarë mund ndodhte tjetër vetë se bën seks. Nuk e ishte, po. E pa pritshme fare. Nuk është se ishte aty ku mendoja, pra nuk ishte ndonjë gjë shumë e madhe. Po thjesht fakti që ide që ishte mirë te një knajtësi, po thjesht kaq. E kuptoj. Ishte super natë, me thënë drejtën. Overall. Do me thënë, u bëre pishman që shkove me të. Po, u bëra pak se nuk është se u bëra më mbrapa pishman. Prit. U bëra më mbrapa se aty isha në adrenalinën e momentit dhe ishte okay këtë gjë. Patjetër. Në mëngjes u zgjove të ofroj mëngjes ai? Qa mëngjesi më shoqe. Po ç'të ofroj mëngjes, ç'a ndodhi? E në aty që më ofroj, si ishte për atë punë. Tani, pas 5 ditësh, unë se dje që do vuaja vetë dhe dhe më thoja me gjithë shpirt. Pse? Fillova të kisha shumë probleme me thënë drejtën. Çfarë probleme? Probleme që nuk i kisha pas edhe më përpara, seritone të ndryshme. Pastaj vajta dhe u kontrollova tek një ginekolog, sepse isha shumë në rak. Edhe më tha që t'ishe shenja shumë të mira. Edhe më pyeti kur kisha kryer marrëdhënie pa mbrojtje herë në fundit, edhe u bë lidhja patjetër. Se pa mbrojtje e bëre moj? Më e uruar? Po tani E do sa deri edhe ti tani. më tha që kisha një rrezik shumë të lartë dhe mund t'isha infektuar. Me qa? SST? Mund t'isha infektuar, kisha disa shenja për SID në fakt, po thjesht bëra një analizë, po nuk i kemi marrë akoma përgjigjet. Pra, natën që ndodhi marrëdhënia, pas disa kohësh ti dyshove se mund të ishe infektuar. Po, këtë gjë ma tha edhe ginekologu. Po mirë, si të dolën këto analizat? Sa ato duam të dimë. Analiza dolën mirë, me thënë drejtën, një SST për jo shumë e nivelit lartë, se u tremba, mendova që kisha SID. Okej, s'pas ke pas s'pas ke sida. pasur sida. Jo, shqyr zoti, se kam qenë gjithkohës në angë, edhe kjo gjëja më mbante shumë stresuar, po shqyr doli okay. Shqyr qoftë në kaq, po ti, a je penduar për këtë gjë? Po, zoti ka mallku veten, bashkë me atë. Edhe E shikon që shefi ndonjëherë të del nga hundët. A je shëruar tani? Edhe një herë lutem? Je shëruar nga smundja që të kishe marrë? Po, tani jam pak më mirë, mund të themi. Jam pak më mirë. Super. Okej, kjo nuk e... Kjo ka rëndësi të pak Uroj që të kesh zënë vësh mend, se çfarë po them, të kesh zënë mend dhe se u trondita edhe nga kjo gjë, dhe mos bëj më tag në story, lëri këngët të vazhdojnë ashtu, s'është nevoja. Si bëm më Jo, support. tani nuk dhe mbyll fare Instagramin, s'do ke më Instagram. Po bravo për mesazhin që Bravo dhe për që ndave mesazhin. historinë, edhe pse Pa. është një histori kaq e fortë dhe ndave me publikun, edhe pse në anonim, po prap bravo për Po unë të guximin. falenderoj shumë për guximin dhe për atë çfarë vendose të transmetosh sot. Faleminderit juve, jeni shumë të mirë. Dhe na Shumë Faleminderit. Të puthim, pacim. Pacim, ciao. E të mërshme, çfarë ndodh në showbizin shqiptar, Sa se ne vajza të tjera themi, mund të ketë. po, thashe theme, po, që kanë dhe realitet një pjesë. Që të bëjmë një si pun disclaimeri, anonimati vajzës do ruhet deri në vdekje, kështu që jam nuk e di domethënë. Po da anonimati i personit, sepse ne nuk e dimë, domethënë nuk e vendosim dot Po, dorën nuk e në themi zjarr. dot që është e vërtetë për personin tjetër. Sepse kjo mund mos jetë fan, sa mund të jetë hater që do t'i prishi Po punë. absolutisht, vërtet. ekzistojnë këta njerëzit që prishin punë, po Po që është e vërtetë që ekziston një perde e zezë tek showbizis shqiptar, Perde te strada, një mur i madh. halle të mëdha ka showbizi. Hiqen ndryshe dhe shfaqen ndryshe. Halle të mëdha ka showbizi, po halle të mëdha ka dhe populli thjesht fatos, Dhe apo jo? Na intereson më shumë hallet e popullit, se Patjetër. Aty na djeg, aty Aty kemi ndjejmë shpirti, kemi veten, e. zemër. Dhe njerëzit besoj do pyesin që çfarë kemi pyetur ne këtë radhë në Vox Pop se Bigu mbaroi.
Po, kam dalë unë dhe Fatos në një konkurs bukurie dhe kemi bërë pasarel të dy dhe Ja. Jo, gabim. Nuk mund të ndodhi në ndonjë episod, pse? e manifestove. Unë dhe Misi kemi qenë në shesh dhe kemi pyetur njerëzit se për çfarë ndiqeni Ndiqeni. dhe rikthehemi në studio. O Fatos, s'kemi qa pytjesh të Po bëj. këtë po mendoja edhe unë mbaroj bigu tani. Mbaroj, Për çfarë o, do i Fatos. pyesim qytetarët e bukur të Tiranës? Se këta ndalojnë, po s'kemi ne qa i pysim sot. Shikoj, bëjmë ca pyetje që të gjithë dhe ju përgjigjen. Si për shembull, kë do më shumë vjerrën apo nusten? Ha? Trastia! A ke fal apo jo trafik? Plagat e shqiptarëve. Plagat. Plus, e përzim pak me showbiz, pyesim Po. që po ndodh me Albën dhe me Lim Hotin te ferma, Po. dhe u kry Vox Popi. U kry. Hajde, U bra. kry ky sen. Shkoj. Ja, për njerëz, çfarë muzike po dëgjoje? Prit se ja harrova. Can hold us. Je i sigurt se mos është një ylli baka popullor? Ato Se- vetëm për sezonin e jugut dasmave. Tani ne Po, kemi një mirë. pyetje. A do qëndroje gjithë jetën pa internet apo do hyje në Big Brother për 4 muaj? Ja, tani kjo është pyetje e lezetshme, me thënë drejtën. Hajde. Dhe ne të lezetshëm jemi prandaj. Do zgjidhja 4 muaj në Big Brother se sa pa internet? Duhet. Duhet Për Big çdo Brother, gjë. ja? Sepse në Big Brother rri dhe pa internet, po të paktën mund të fitosh dhe lek në fund. Fitosh pra. 100.000 euro në fund, dihet ajo. Tani, unë kam pyetjen që i ka munduar gjithë jetën gjithë shqiptarët. Po? Mamin apo nusen? Tani. Hajde tani. Tani je përgjigje aty në kamera. Shiko. E nisi ma avash, ti ke një nuse? Jo, më kur të kisha nëse do ta ktheja E përgjigjen. pra, prandaj. Po të kishe Po një nuse, krash. do me thënë do ishte nusja, jo mami. Po, me pra. sa duket. Një krash a ke? Momentalisht jo. Po nëse do kishe një krash, kam dhe një pyetje tjetër, do doje që krashi të bënte blok apo mami të komentonte në çdo postim në Instagram përgjithmonë? Më mirë crash i blog se sa të komentoj më. O shpirti mamit. Tani, dëgjosh e vështirë të gjesh vajza shqiptare për të pasur një lidhje serioze? Ku e diti që ky do lidhe Dhe krash jo, dhe lidhje jo. Në qoftë se kërkon në mjaftueshëm edhe e gjen. Edhe gjen, po Po. është vështirë, pra duhet kërkosh shumë do për ta kërkosh. gjetur. Po. Keq punët thot. Është më mirë ta gjesh në shkollë, në punë apo në klub? Plaku dali. Kur dali ka problem. Ti je i hapur, audicionet janë të hapura. Mirë se vini. Kush duhet më shumë, mami apo Vjera? Mendoj se varet se si ke marrëdhëniet. Ti i ke mirë marrëdhënie? Po. A, kështu që jenë në rregull, i do të dyja njësoj. Po në rastin se nusja jote ardhshme do i thoshte djalit tënd që unë nuk dua të jetoj me mamin, si do ishte përgjigjja jote? Do t'ja bëj paraprit përpara. Që të jetoj vetëm dhe të ketë hapësirën e vet. Pra ti je një mami cool, trendy. Nuk do ziheshe me nusen, do me thënë, do t'i mbaje mirë. Po mundësisht i do vjet Ameria për kafe, i do vinë të më merrte. Po dhe një pyetje tani së fundmi me aktualitetin, gjesti fitoi Big Brother VIP, u duk një zgjedhje e drejtë nga publiku mendon apo ishte e gabuar? Çdo njeri ka të drejtën e vet të fitojë diçka në jetë. Kështu Kështu që edhe ishte një mënyrë e drejtë. Kush duhet më shumë, goca apo nusja? Goca me thonë drejtë. A? Goca. Nuk zëvendësohet me Po nusen. zotin, absolutisht jo. Po nusja pse nuk duhet aq shumë? Nuk do kush po thotë se jo, po goca është shumë e dashur, shumë mirë që na ndihmon. Kom gocën në nevojë mbi ilaçe gjëra intereson. Çuni nusja, s'interesohet. Hiç. Ja, çuni do të jetë duke të ndjekur tani çfarë do i thoje? Ja, thuaja çunit në kamerë. Çunit boti mirë. Kujdesu për babin, mos shko pas nuses gjithmonë. Po zotin. Ku do veni me pushime këtë behar? I të ku të kemi plas durës. Ndurës. Aty afër të s'kemi lekë, nuk shkojnë në plasë. Po pse është më shtrenjtë A nuk jugu? mendon që pas 11 majit, pas zgjedhjeve do lulëzoj leku? Thot ai tani po s'është do bëj konkretisht. Ne duhet interesuar të na bëni lek. Do zgjidhje që të bënte blog kreshi apo të komentonte mamaja për gjithmonë në postet e tua në Instagram?
vllog kreshës. Se mami bën komente të çuditshme? Po, s'bën, po më mirë s'kam probleme të nëse do bën të vllog kreshë. Dhe një pyetje, sa e vështirë është dating life, pra jeta për të gjetur dikën në Shqipëri, sipas teje? Unë dhe kohës sot më shumë e vështirë, sidomos. Do doje ta gjeje vet apo me shkësi siç bëheshin dikur? Po, edhe vet, po edhe nëse, domethënë, sidomos jo me shkuesi, por me njohje sigurisht. Me njohje nga familja, po Online, se shumica të bëjnë dhe online tani. Online s'më pëlqen si mënyrë, shumë mund të jetë më person jo besues ose jo person i vërtet. Ju jeni me libra në duar apo jeni në studime, jeni në universitet? Për administrim biznesi, viti 2. si është të jesh një student në Shqipëri? Sa i vështirë Tiranë. është në Tiranë, po. Është e vështirë, sidomos të çmimet dhe to që duhet shpenzimet, sidomos kur jeton vetëm e kupton atë vlerën. Po më pëlqen dhe jeta studentore, nuk është Sa mendon mesatarisht që mund t'i duhet një studenti në javë për të përballuar jetesën në Tiranë? Qoftë që Themi në muaj që të llogaritim dhe rrogën. Pra sa mund të harxojë një student në muaj? Se di, ka dhe 100 ose 200, varet shkon. 100 ose 200 që ka shifër e mirë. Po pra, se brezi juaj e ka 500 me klabe me gjëra. Po varet, po për vetë. Varet nga jetesa që bën apo jo? E frekuenton jetën e natës? Jo, nuk jam. Nuk të pëlqen? Jo fare. Po pse? Apo nga këto që ke dëgjuar që Edhe nga këto që kam dëgjuar, por nuk më pëlqen përgjithësi, nuk është se kam frekuentuar ndonjëherë, është dhe tipi im edhe nuk e nërse më pëlqen. Zonjë, ju thatë që kishit 2 çuna. Në qoftë se çuni do thoshte që nusja ime nuk pranon të jetoj me ty, çfarë do i thoje ti? Patjetër, më ka thënë. Do iki atje ku është nusja. Po debate me nusen ke pasur për çfarë zihet vjera me nusën? No, as me dhëndrin, as me nusa. Ti je një vjerë mirëkuptuese, cool, trendy. Kështu kam pas babin dhe kam trashëgu nga ai. Po pse, çfarë të thoshte 19 babi? vjeç, ka qenë shumë tolerant. Që në atë kohë unë vishesha me mini, me streçe. Nusës doja bëj kafën, doja shkon tallbën, cigaren, patjetër më. Pra do që t'ja bësh ti nusës, jo nusja ty. Nusja më ka thënë. Na Simone. Nuk pranon. Po pushimet se po vjen dhe vera tani. Pushimet i bëni bashkë apo ti me burrin veç ata veç? Jo, unë vet burri vet. Si ti vet burri vet? I bëjmë edhe bashkë me burrin që shoshtator i bëj vet, unë pastaj me shoqe me shoqëri. Po të lë burri s'bëhet xheloz. S'ka qenë kur xheloz sepse si kam thënë shkas. E ke gjetë vet? Pra e ke gjetë vet apo me shkuesti? Ai më gjeti mua. Po si u njohët? Po ja që e pru puna para shtëpisë time dhe kishte shok vëllezrit e mi edhe kështu mashkëllisur. Ishte dashuri me shikim të parë. 2 vjet mbrapa më bëhi edhe kështu që e dashurova. Tani, un kam një pyetje sepse janë dilemat e jetës time si një e re. Tradhtia në çift falet? Kur unë e kam fal po kur. Po çfarë, do me thënë, pse thua kur ndërkohë që ti e ke fal? Je bër pishman për këtë vendim tënd? E fala se ma tregoj vetë një para. Edhe dyta i kisha fëmijët, atëherë ishte mentaliteti ndryshe kur ishim ne, ndërsa sot nuk duhet ta Pra, nuk e gjykuar për mentalitetin për çështjen e minifundit, po ndërkohë mentaliteti të mbajti që ta mbaje familja. Jo, unë s'kishte lidhje tradhtia ke tipi im për shembull për mentalitet, jo. Pa, je bër pishman tani kur i kthesh kohës pas? Jo, sepse nuk vazhdoj, kështu që u kuptova edhe shnet. Po ta edhe mund të ketë pas gjë, po frika mbetet? Do me thënë edhe pasi e fal një tradhti. Ti jeton me frikën që do ta bëj prapë? Ai që tradhton për e. Uj, kushime në ndëron, po zakonin se aron, thua. Po firma VIP, Alba, po bëm puçi me limhoti. Shof atë bigun që i bërtet një goce. Po, Bigu gjithmonë i bërtet një goce. Mama është ajo si që ishte thonë Big Basta. Sot po i bërtiste Big Basta, se di pse i kishte bërtet. Nuk e di, pse bërtet Bigu? A je dakord që në televizion po fillon të po bëjnë gjëra eksplicite? Pse se bëjnë? Po një Big. Po e kam mendu, pse se bëjnë? Unë do fitoja për shemb. Çfarë do thoje? Çfarë ke ti që të bën fitore? Se shkollë muzike kam bë, balet kam bë, ka fitu 2 herë dhe pse s'm çon. Shumë. Pra po ty ti do bëje balet aty. Ballerina cappuccina. Mi. Ha ma tosi si nuk zura mend kur. Pse mos e bëj?
S'per ka të në bëj, do me e bë. Po. Në asnjë mënyrë se më gjeni atje, jo. Jepi një këshill vajzave si puna ime. Që jemi shumë të reja. Një këshill që do jepësh të rinjve. Egli, që ishte ajo Egli. Si Egli? Ka pëlqyer jashtë mase. Një ndër të paktit njerëz që i ka pëlqyer Egli. Qa, thumi Egli, bravo i qoftë. A nuk bëri gabim që i dha mundësi her pas here gjestit kur ai duke që po e lëndonte? Ajo besoj të ndjenjat e veta. Pra njeriu duhet të luftoj. Duhet të ngul kam, po s'ngul e kam nuk fiton asnjë gjë. Lufta është edhe e butë. Nuk është e thonë që ta kapish me zor dhe ti bësh si Egli. Si Egli. Vetëm po e kishte dhunshme Jo, çka ka dhunshme ajo, pse e deshte, pse e puthte pafund. Pse përqafote pafund, që se kundështe asnjëherë, se ofendoi asnjëherë. Interesant ky këndvështrim. Kush duhet më shumë? Vajza apo nusja? Unë s'kam as vajza as nuse, nuk e di. Pra ju jeni një beqar të rjetëm? Po. Pse s'jeni Nuk martuar? jeni as fëmijë? Jo. Cili është mesazhi që ju jepni të rinjve, të pjellin apo të mos pjellin? Të pjellin nga 4 kalamaj. Tani zotri ju pse s'jeni martuar? Pse kjo Do martova zgjedhje? dhe unë, jam detyruar të martova dhe unë. Do martohesh pra një proces kërkimi. Po i që doja një nuse të thjesht. Të thjesht, do me thos s'ke Si kjo kritere. goca apo të thjesht? Kjo është e thjeshtë, kjo është moderne. Pa ke pasur shumë zhgënjime në jetë që ke përfunduar vetëm? Po ja 2-3? Ato kanë tradhtuar? Jo. A i ke tradhtuar? Të dyja. Të dyja i ke Të dyja i ke tradhtuar? tradhtuar, po prandaj e Shqiptarët beqar tradhtojnë ti. kaq shumë. Pse s'tradhtojnë shqiptarët? Ishte një gabim i momentit apo ishte tradhtie planifikuar? I momentit ishte. Cili ka qenë lëndimi jot më i madh në dashuri? Se di. Cila nga Ka qenë këto shumë ka ai- lënduar? ka Apo i qenë- ke lënduar? I ka Po, pra lënduar. i ka lëndu ky, ka qenë Don Juan, kotëre, shiko sy blu, bjond. Ja, jeti kë. E gjeta. Jemi këtu me një grup çuna shumë simpatik nga Kosova. Çuna, kam një pyetje të shpejtë. Nusen apo mamin? Mamin. Pse jo nusen? Fes, po mamit ka bo, ka rrit, Aha. ti tani me zgjedh nusën s'bën. Tani pse keni ardhur në Shqipëri apo që të festoni fitoren e gjestit? Po, pikërisht që të festojmë fitoren e zjestit. Ishte fitore e merituar? Merituar 100%, 100%. Mendoj që po, Tani kush janë më të mira, gocat e Kosovës apo gocat e Shqipënisë? të Kosovës. Pse? ishin Ca kanë më njërzori. shumë, ca kanë më shumë. Dy atë të Kosovës, kjo është çështje e shije. Pra, për shtëpi në Kosovë do e merrnit, jo në Shqipëni. Shqipëni sa pak vështirë më morë vesh puna. Pse? Tani kalojmë pak në showbiz. Cili është këngëtari juaj i preferuar që mendon që do e kalli këtë verë me muzikë? Për mua gjesti. Gjesti do bëj namin këtë vit thuaj, do ja kaloj dhe Noizi. O, sigur dhe ki këtë punë. Për mu pintat. Kur? Pintat. A të pëlqeu këngare me dhuratën që kishin publikuar? Më shumë pëlqejnë vit që i kanë këta dy duet, Lyricalli me Muzikresha. Sipas jush kush është këngëtarja më hot e showbizit? Më hot është era i streve. Era i strefe. Qencila. Fila? Melinda Ademi. Melinda Ademi. Po. Djemt ka shjetë ndryshme duket. Po tani sikur janë çik të bëra këto me operacione plastike apo s'ka rëndësi. Unë s'o kam problem. Po nga pak skoder. Manare ky emision iku me histori kështu. Pas ka ngel Pas ka ngel shqiptar për të rrëfyer një kafe turke E duhet. Beçi bënte, e tradhtonte, ajo falta, i tradhto, ajo fal. Shiko, në qoftë se keni një histori të trisht. Dhe Doni të ta ndani ose me ne. doni ta bëni dikë të lumtur. Na shkruani Bëjmë ne në shaka. inbox. Bëjmë sa ka sepse WTF tani do riformatohet, vera po vjen, do pyesin njerëzit jo vetëm për histori, por edhe për showbiz, Gjëra për gjëra fani. fani. Kështu që Na prisni presin të papritur. gjëra, po, na presin gjëra shumë të bukura. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, na bëni Çdo të follow. premte, ora 8 dhe më e rëndësishme të na bëjmë follow edhe në Instagram sepse aty bëjmë ask me question dhe bëjmë shumë, jemi shumë afër fansave, shumë afër Po, audiencës. shumë fansa tanë të zjarrit. Jemi lehtësisht të prekshëm në Instagram. Ma lexove mendjen. Na ndiqni sepse ne për çdo gjë Themi WTF. Keni arritur fundin e videos, por mos harroni të bëni subscribe më poshtë Andale AL sepse në këtë kanal do të keni video akoma dhe më të bukura. Na ndiqni. Andale!